mos dilema prej dje s'ka. Aja që po du me të shku me të tjelartë, për që në viti humbër s'ka s'ni dilemë, po domi është shumë i madhë. Sa kemi humbër shumë. Shumë kemi humbër. Në planin ekonomik, në planin politik, në gjitha drejtimet, që kemi problemi rikëthy ritmet mizan dhe ekonomike dhe politike. Tani, ambienti politik, ose ambienti shoqëror, për biznes, për zhvillim, për jetë sociale, edhe këtu ka humbje, dhe këtë drejtim ne jemi keqë. Jon ka ikin edhe njerëzit, e jon ka i nxirrin me vetë po. Prandaj, ndaja që ne si nisë mos jemi nësë opozita nesër, nëse këna pas mundësi me bëndi qka do të bënë. Fatkesisht, nga një kra u kesh përdor, nga një kra u kesh interpretua, nëse vëllëj matematika dhe e pam që fatkesisht mungon sensi i përgjithsis dhe pikuris politike, dhe mungon edhe vlerësimi i gatishmërisë, kur t'ju ofrohet dikush për t'ju dhënë mundësin, ose për të hapë një derë të bashkëpunimit. Kështu që e delja në minutët e fundit edhe ashtu s'ka harve aty në punëve. Nuk bëhet në minutën e fundit në dilën, dhe jo të, qështë me thanë, ka shijet keqe. Çdo gjë që mund dëte, o shije keqe, fatkesisht Kosova, atë ditë dështoj me të miru institucionet, ose klasa politike, dhe erdhëm këtu ku jemi sot tash. Pas asaj kemi pas një ftesë nga presidentja, për të, si që ja obligën kushtetuta, më konsultu me partitë politike për të para ka mundësi që të krijohet një shumicë e re, për të shmangër zgjedhjet dhe për të krijuar institucionet. Edhe në atakim të presidentja gjitha forcat politike, por të shqiptare, pjesë dhe minoritete, vë deklaruan se nuk kanë vullnet politik dhe nuk ka ambient për ndërtuar një shumicë të re, krejt që kërkoni vullneti politik ishte për të shkuar drejt zgjedhjeve, si zgjidhje. Ky ka qenë qëndrimi i gjitha forcat politike shqiptare, për shtim Partisë Parë se kërkoi 2 ditë shtesë, po të shumica tjetër, ky ka qenë qëndrim. Qëndrim që pasaj është bërë publik edhe me komunikata djap kur ishin të gjitha. Dhe presidentja, ne kemi pritur që me jemi shpallë zgjedhjet. Qysh ka qenë qasja soj? A ka pas mirë kuptim? A ju ka dëgju? A i ka mirë kuptu argumentet pëse duhet me shku në zgjedhje? A ka qenë e vedishme që nuk ka shans t'i bëjt 61 dikush që matematikat jo nga buhen në mrapsht që veni është ka hup? Ta shqyqa, ju e në rëllën e presidentës, ju e keni një obligim, veç një obligim, e keni thi partit, me konsultu. Po, edhe në dëgjani qëndrimet e tyre. Ato transkriptohen, kjo e do të presidentës, me kryt e tyre në vetë. Unë dhe Kosova është ka interes me shmangë zgjedhjet. A ka vullnet nga ju forësat politike me ndërtu një shumicë apo jo? A shene mundësi me ndërtu një shumicë? Dhe aty të tje ka kry punë presidenti. Partit politike janë ato që krejën qeveri me dopotet e tyre, dhe partit thanë, jo, nuk ka shumicë, nuk ka gatishmëri, ka veç një vullnet politik me shku drejt zgjedhjeve. Unë, personalisht, në deklarimit e mija, këmë thonë, shqyqani, në zënë e presidentit i ki shumë qartë, shumë letë e ki sot, po e shë qëndrimin, se ndodhë ka herë kur dikur të bima